Ndërsa 21 komuna mbyllën garën zgjedhore të 12 tetorit, pasi kryetarët e tyre morën mbi 50% të votave dhe 17 të tjera përfshirë Prishtinën do të shkojnë në balotazh më 9 nëntor, kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, një herësh kryetari i lëvizjes vetëvendosje, tha se raportimet për komunën e Mitrovicës së Jugut lidhur me rezultatet në zgjedhje do të hetohen. Ajo çka ndodhi me 12 tetor rreth raportimeve për Mitrovicën duhet hetuar e hulumtuar. Exit pollet e prezantuara gabimisht me 16 pikë të përqindjes. Dallim e më tepër se aq nga më shumë se një organizat dhe për të njëjtën komunë. Dhe postimi i lajmeve të rreme se kush ishte fituesi ende pa u mbyllur vendvotimet nuk janë thjesht një huqje. Kjo është cenim i demokracisë, i zgjedhjeve të lira dhe integritetit e i sigurisë të shtetit tonë. I ftoj organet e drejtësisë dhe të sigurisë që të merren me këtë çështje. Duke folur për rezultatet paraprake, Kurti u shpreh se me votat nga diaspora presin që edhe Gjilani të fitohet në balotazh nga kjo parti. Sipas të dhënave paraprake të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje fitoi garën pa balotazh në 3 komuna, po Dujev ka me 20 dështime dhe shkon në balotazh në 12 të tjera, përfshirë Prishtinën, ku kandidati i saj, Hajrullah Çeku, mori rezultat të ngushtë pas kandidatit të LDK-s për Parim Rama. Partia Demokratike e Kosovës fitoi në 3 komuna, Ferizaj Skënderaj dhe Hani i Elezit, por humbi bastionin e vet, Drenasin, ku fitoi kandidati i pavarur Ramiz Lladrovci dhe shkon në balotazh në 6 të tjera. Lidhja Demokratike e Kosovës fitoi në 2 komuna, Lipjane e Istog, dhe shkon në balotazh në 9 komuna, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës siguroi fitoren në Deçan dhe do të garojë në balotazh në 5 komuna. Nisma e Fatmir Limat fitoi në Malishev, në Mamush fitoi kandidati për kryetari i Partisë Demokratike Turke të Kosovës. Lista serbe shënoi fitoren në 9 komunat e banuara me shumicë serbe, ndërsa në Klokot, Kureson, po shkon në balotazh me Unitetin Kombëtar Serb. Pjesëmarrja në zgjedhjet e së dielës ishte mbi 39%, më e ulur se në zgjedhjet e 4 viteve më parë.